gjëja që më shumë të beson në pesojat në ditën e gjykimit është morali i mirë. E çka i bën morali i mirë? Është praktikimi i asaj që gjendet në Kur'an dhe Sunet. Kur është pyet Aisha radiallahu anha për moralin e pejgamberit alayhis salam, thoshte se morali i tij ishte Kur'ani. Pra e jetësojke Kur'anin praktik. Çdo jetësim i urdhnave dhe ndalesave quhet moral. Nuk ka mundësi njeri që e kupton mirë Kur'anin dhe e praktikon me pas moral të keq. Këto dyja nuk shkojnë. Qysh nuk ka mundësi një njeri që jeton larg Kur'anit dhe Sunetit të ketë moral të mirë në aspektin moral ndaj Zotit dhe moral ndaj njerëzve. Pendojnë dy këto për shkak se disa njerëz kanë sjellje të mirë me njerëz, veçanërisht me njerëz që nuk i njohin. Ndërsa kur kthehen në shtëpitë e tyre me familjarët, në gjirin e familjes, me gruan, me fëmijët, me prind, është shumë i ashpër, shumë i vrasht. Ky njeri është selektiv në moral. Ka moral që e shfaq para tjerëve, ma u dukin se është i mirë, por realiteti i tij është i brisht. Ka njerëz që kanë moral edhe në shtëpi të mirë, por në raport me Allahun ka moral të shturën, moral të keq. Qysh i bën me pas moral të keq në raport me Allahun? Nuk është i kujdesur në vetminë e tina. Këshyr ato që ka ndalu Allahu, qasat ato ku ka ndalu Zoti, dëgjon që ka ndalu e kështu me radhë, shkon në vendat që i ka ndalu, dhe i vetmi person që mund me i bashku gjitha moralet është ai që praktikon Kur'anin dhe Sunetin, pasi që Allahu na mëson se morali mirë është duke ndjek librin e tij dhe duke ndjek Sunetin e pejgamberit të tij. Kush don me arrit pjedestalet të larta të moralit, duhet patjetër me praktiku gjithë ato që ka ardhur në fen tonë.